Të gjitha forcat politike prezantuan listën e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 11 majit, ku një pjesë e tyre prekën thuajse limitet e afatit kohor, që ishte mesnata e 12 marsit për t'i dorëzuar në KQZ. Mes debatësh të forta dhe pakënaqësive, Partia Demokratike i zyrtarizoi kandidatët e saj, kur ra në sy lënia në listë të hapur apo edhe krejt jashtë saj e jo pak emrave të primareve. Në qarkun e Shkodrës, Sali Berisha ja besoi listën e mbyllur në kryesim Luciano Boçit, të deleguarit politik. Më pas, emër surprizë ishte ai Kliti Hotit, që vjen nga fusha e biznesit, për t'u pasuar me Greta Bardelin si më e votuara ndër gratë demokrate dhe Ramadan Likaj, që të dy deputet aktual në kuvend. Më pas, në listë të hapur janë lënë ish kryebashkiaku Bars Pahia, që ishte emri më i votuar në Bashkinë Shkodër, deputeti aktual Lodovik Hasani, Tedi Kopliku, pjesë e departamentit Brengejn, Gentian Ndoj, Gloria Shllakun, Doca Ashta dhe Senata Mehmeti. Pjesë e listave të hapura janë edhe aleatët e demokratëve, që përfaqësohen nga Arben Lushaj, Matilda Matia, Lilian Idrizaj dhe Ermira Ndrevashaj. Jashtë liste ka mbetur edhe drejtuesja aktuale e Partisë Demokratike të Shkodrës, Eliona Shkrela, ndonse ishte në listën e fitueseve të primareve. Ndërkohë tek socialdemokratët, Tom Doshi rikthehet zyrtarisht në garën për deputet në 11 maj, duke udhëhequr siç kishte deklaruar listën e Shkodrës. Doshi e dorëzoi mandatin e deputetit që kishte marrë në legjislaturën e 2017-2021, pak orë para se KQZ-ta shpallte deputet për mandatin e ri, pas shpalljes non grata nga SBA. Lista e sigurtë e PSD pasohet nga Sabina Jorgo, Osman Tata, Bledar Mezini, Besnik Brahimi, ndërsa dy deputetet aktual, Gledis Sheliku dhe Meri Markiqi, janë lënë në listë të hapur. Edhe tek Euroatlantikët e Lulzim Bashës hyjnë në këtë garë emra që më herët kanë kontribuar në Partinë Demokratike, si dy ish-kryetarët Xhevdet Amulli dhe Ramiz Shobaj, apo edhe Arben Xhuraj, Anton Kokaj, Elisa Drishti, Frans Shkambi e të tjerë.